Përpjekja për djegjen e objektit të Bashkisë Hebraike dhe Sinagogës Bet Yakov përbën një goditje ndaj paqes, stabilitetit dhe bashkëjetesës që prej shekujsh kultivohen në tokën e Maqedonisë dhe mbi të cilat ndërtohet shoqëria jonë, thuhet në reagimin e Komisionit për Marrëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, si dhe të liderëve të 5 bashkësive fetare në vend, i cili u lexua sot në një konferencë për shtyp nga drejtoresha e Komisionit, Olivera Trajkovska. Ajo theksoi se dënojnë fuqishëm ngjarjen e pakëndshme që ndodhi në orët e hershme të 12 prillit, duke shprehur njëkohësisht solidaritet dhe mbështetje për Bashkinë Hebraike. Në konferencën për shtyp ishin të pranishëm kreu i Kishës Ortodokse Maqedonase, kryepeshkupata e Ohrit, zotri Stefan, i peshkvi Shkupit dhe dioqezës Strumic Shkup, Kiro Stajanov, kreu i Bashkisë Fetare Islame Reis Ulema Shaqir Fetahu, kryetari i Bashkisë Hebraike Popo Levi, si dhe superintendenti i Kishës Ungjillore Metodiste, pastori Marian Dimov, kohë më parë ambasadori i Izraelit në Maqedoninë e Veriut, Vivian Aizen, kishte publikuar një video xhirim siç thoshte nga përpjekja për të djegur sinagogën në Shkup. Në xhirim shihen 2 persona që kalojnë gardhin dhe afrohen në hyrje të objektit, më pas hedhin lëng djegës dhe shkaktojnë zjarr. Ministria e Punëve të Brendshme kishte konfirmuar incidentin. Sipas tyre, menjëherë pas denoncimit, zyrtar policor kanë dalë në vend ngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.